Kur dikush të mbyll një derë para fytyrës, ajo çfarë duhet të mbash mend është kur Zoti i lejon ata të ta mbyllin derën para fytyrës, ajo çfarë Zoti do që ti të bësh është të ecësh nëpër korridor. Janë disa dyer të tjera. Thjesht duhet të ecësh nëpër korridor, sepse unë mund të premtoj. Ai ka një derë më të mirë nga e cila do që të kalosh, sesa ajo që të mbyll përpara fytyrës tënde.